Dita e 23. John Calvin, 1509-1564. Gjeniu i Gjenevës, nga John Piper. Në vjesht të vitit 1539, John Calvini i shkroi Sadoletos, një kardinali italian që po orvatej ta rifitonte Gjenevën për kishën e Romës. Zelli yt për jetën qiellore është një zell që e mban njeriun krejtësisht të përkushtuar ndaj vetes dhe as për një pikë të vetme nuk e nxit këtë të fundit drejt shenjtërimit të emrit të Perëndis. Calvini do të shkruante mëtej se Sadoleto duhet të shpaloste para njerëzve si të vetmin motiv për ekzistencën e tyre, zellin për të demonstruar lavdinë e Perëndis. Zelli për të shpalosur lavdinë e Perëndis do të kthej në një lajtmotiv të qartë të mbar jetës dhe veprës së Calvinit. Domethënia thelbësore e jetës dhe predikimit të Calvinit është që ai ri për të riu dhe mishëroi një pasion të pakufishëm për realitetin dhe madhështinë absolute të Perëndis. Ma gjepsur prej madhështisë. Calvini lindi më 10 korrik 1509 në Noyon të Francës, në një kohë kur Martin Luteri ishte 25 vjeç dhe sapo kishte filluar të jepte mësim Biblën në Wittenberg. Mesazhi dhe fryma e reformimit nuk do të mbërrinin te Calvini edhe për plot 2 dekada, dhe gjatë kësaj kohe, ai do t'ia kushtonte vitet e rinisë studimit të teologjisë mesjetare, jurisprudencës dhe veprave klasike. Mirëpo, më 1533-shin, në jetën e tij ndodhi diçka dramatike në sajt të ndikimit të mësimeve të reformimit. Calvini kujton se si po bënte çdo përpjekje të mundshme për ta jetuar me zell besimin katolik, kur Perëndia, me anë të një kthimi të papritur, e nënshtroi mendjen time duke e bërë atë të hapur dhe të gatshme për të mësuar. Kështu, pasi shijova disi njohurinë e perëndishmërisë së vërtetë, u pushtova sa kaq nga një dëshirë e fortë për të përparuar mëtej në këtë drejtim. Befas, Calvini zbuloi dhe shijoi madhështinë e Perëndisë në shkrimin e shenjtë. Qysh prej atij çasti, qoftë Perëndia, qoftë fjala e Perëndisë, u vërtetua në një mënyrë kaq të fuqishme në shpirtin e tij, saqë u bë një shërbëtor i dashur i Perëndisë dhe i fjalës së tij për pjesën e mbetur të jetës së vet. Pastori i Gjenevës. Calvini e dinte se çfarë lloj shërbese dëshironte të kryente. Ai dëshironte të shijonte kënaqësinë e rehatisë akademike, me qëllim që ta përhapte besimin e reformuar nga katedra e një akademiku. Mirëpo, Perëndia kishte në mendje plane të tjera, jashtëzakonisht radikale për jetën e tij. Pasi u arratis nga Parisi, duke i dhënë lamtumirën edhe adheut të tij, Francës, Calvini e kishte ndar mendjen që të shkonte në Strasburg, ku mendonte të kalonte një jetë të paqët studimesh akademike. Mirëpo, kur Calvini u ndal për një natë në Gjenevë, William Farelli, udhëheqësi i zjarrit të reformimit në atë qytet, me ta zbuluar që Calvini gjendej aty, e kërkoi dhe e gjeti. Takimi mes këtyre të dyve do të ndryshonte vetë rrjedhën e historisë, jo vetëm për Gjenevën, por madje për botën mbar. Ja se çfarë thot Calvini në lidhje me këtë takim në kujtimet e tij. Farelli, i cili digjej nga një zell i jashtëzakonshëm për përhapjen e Ungjillit, mësoi menjëherë që me zemër kisha vendosur të kushtohesha studimeve akademike. Dhe duke parë që nuk po ja dilte me përgjërime, më kërcënoi duke më thënë se po qese do të largohesha nga Gjeneva dhe nuk do t'i ofroja mbështetje atij në një kohë nevoje kaq urgjente, Perëndia do ta mallkonte tërheqjen time nga shërbesa aktive, si dhe qetësinë e studimeve që po kërkoja. Një i tillë kërcënim bëri që të më pushtonte tmerri dhe kështu hoqa dorë nga udhëtimi që kisha nisur. Rrjedha e jetës së tij ndryshoi një herë për gjithmonë. Calvini nuk do t'i shkruante veprat e tij rrethuar prej asaj që e quante qetësia e studimeve. Qysh prej atij çasti e tutje, çdo faqe e 48 vëllimeve të librave, traktateve, predikimeve, komentarëve dhe letrave që shkroi, do të farkëtohej mbi kudrën e shërbesës zbaritore. Gjatë 28 viteve në vazhdim, pa llogaritur 2 vitet e mërkimit, Calvini ju përkushtua ekspozimit, shtjellimit të fjalës, shpalosjes së madhështisë së Perëndisë, duke pasur për bazë shkrimet
në të mirë të grigjes së besimtarëve të Gjenevës. Lavdia e ripërtërirë. Në thelb, nevoja për reformimin lindte nga fakti që katolicizmi e kishte shkatëruar lavdinë e Krishtit në shumë mënyra. Sipas Kalvinit, arsyeja pse kisha ishte dhënë pas shumë doktrinave të çuditshme, ishte se nuk arrinte më dot ta dallonte shkëlqësinë e Krishtit. Me fjalë të tjera, pasioni për lavdinë dhe shkëlqësinë e Perëndisë në Krishtin është rojtari më i sigurt i doktrinës së shëndosh biblike përgjatë shekujve. Për rrjedhoj, konflikti me katolicizmin nuk qëndronte në tezat kryesore të reformimit: drejtësimi, abuzimet e klerit, transubstancioni, lutjet drejtuar shenjtorëve dhe autoriteti i papës. Çështja themelore që gjendej poshtë gjithë këtyre tezave dhe që ishte në rrezik, kishte të bënte me faktin nëse lavdia e Perëndisë po shkëlqente në plotësinë e saj apo në një farë mënyre po zbehej. Busulla drejtuese nga fillimi i shërbesës së vet e deri në fund të jetës kishte të bënte me rolin qendror, epërsinë dhe madhështinë e lavdisë së Perëndisë. Zbërthimi i thesareve të shkrimit. Sipas mendimit të Gerhard Vossit, ishte pikërisht fokusi në lavdinë e Perëndisë, i cili bëri që tradita e reformuar të kishte më tepër sukses se sa tradita luterane në njohjen me themel të përmbajtjes së pasur të shkrimeve. Që të dyja këto tradita ishin zhytur në shkrimin e shenjtë, mirë po ekzistonte një dallim në mes tyre. Për shkak se teologjia e reformuar ja doli t'i ngërthente idet bazë më të thella të shkrimeve të shenjta, ajo bë zonja që t'i trajtonte ato në një mënyrë më të plotë fal këtij boshti mendimi, duke ja dalë në këtë mënyrë që çdo përbërës të zinte vendin e vet. Kjo ide bazë, e cila shërbeu si çelësi për zbërthimin e sëndukut të thesareve të pasura të shkrimeve të shenjta, ishte epërsia e lavdisë së Perëndisë tek shqyrtoi mbar krijimin e tij. Gjeniu i vërtet i Gjenevës nuk ishte mendja e John Calvinit, por pasioni i pashoq për lavdinë e Perëndisë. Lipse që çdo brez t'i zbërthej thesaret e shkrimit të shenjtë me qëllim që të ballafaqohet siç duhet me rreziqet dhe mundësitë e veçanta që ofron koha e vet. Kjo gjë patjetër që vlen edhe për brezin ton. Mendoj se do të jemi të zotët ta bëjmë këtë siç duhet, vetëm nëse jemi pushtuar thellësisht dhe me gëzim nga më i madhi realitet që na zbulon shkrimi: madhështia e lavdisë së Perëndisë.